Në Shqipëri, çështja e mandateve shkaktoi sot debate të reja në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku socialistët kërkuan që të merrej vendim për ndarjen e tyre nga KQZ-ja, por përfaqësuesit e shumicës se hodhën poshtë një kërkesë të tillë për sa kohë, siç thanë ata, kjo çështje i ka kaluar tashmë parlamentit. Komisioni i Ligjeve javën e shkuar vendosi që të mbetet në fuqi ndarja e mandateve për deputet sipas skemës së vitit 2009. Armand Mero ka përgatitur kronikën nga Tirana. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u përfshi në polemika të reja sot, ndërsa refuzoi kërkesën e përfaqësuesve të opozitës që të diskutohet për ndarjen e mandateve. Parlamenti e ka marrë këtë detyrë tani, të cilën do ta çojë deri në fund. KQZ-ja nuk ka më tagrin për të rikthyer dhe për të marrë në diskutim edhe njëherë mandatet. Në qoftë se ju do të kishit probleme në lidhje me vendimin e KQZ-s, Kolegji Zgjedhor ishte aty. Në fund të vitit të shkuar, komisioni nuk arriti të merrte një vendim për ndarjen e zonave sipas të dhënave të përditësuara nga zyra e gjendjes civile. Për shkak të ndryshimeve demografike, Tiranës dhe Durrësit i takonte të kishin nga një mandat deputeti më shumë, i cili do të hiqej Koçës dhe Beratit ose Kukësit, por socialistët hodhën ndryshime të forta për një rritje artificiale sipas tyre të popullsisë në Kukës. Në fillim të janarit, sekretarja e përgjithshme e Komisionit Qendror ju drejtua parlamentit që ta realizonte ai ndarjen e mandateve. Dhe Komisioni i Ligjeve përfshiu në të ditës dhe javën e shkuar miratoi variantin i cili linte në fuqi skemën e 2009-s. Por sipas në kryetarit të KQZ-s të propozuar nga Partia Socialiste Denar Biba, komisioni nuk kishte marrë vendim për ndarjen e mandateve dhe i takonte atij ta bënte këtë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka marrë një vendim. Nuk ka marrë kur një vendim për në ushtrim të kompetencës së tij për t'i propozuar kuvendit ndarjen e mandateve. Për sa kohë që kjo vendimarrje nuk është marrë, vendimarrja vazhdon të mbetet kompetencë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në mbledhjen e grupit të tij parlamentar, kryeministri Sali Berisha quajti absurd ndryshimin e qëndrimit të opozitës për mandatet. Cila është përgjegjësia që 2 muaj para thot se me këtë projekt Sali Berisha po na merr mandatet. Dhe pas 2 muaj thot jo, ky projekt është ai që duam ne. Javën e shkuar, demokratët thanë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të rishqyrtonte çështjen, duke qenë se ajo ishte bërë pjesë e procedurave parlamentare. Socialistët e konsiderojnë një manovër të shumicës vendimin për mandate, duke qenë se afati i fundit sipas tyre është më 7 mars dhe cilësohet si një shkelje të kushtetutës, duke qenë se ndarja sipas skemës së 2009-s bie ndesh me Kodin Zgjedhor, i cili, siç saktësojnë socialistët, përcakton se numri i zgjedhësve për një mandat duhet të jetë pavarësisht i barabartë. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.